بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما من الله سبحانه وتعالى في ضيمة أفلنا ريم تبيت بريتيج لجاك الكويم درقويم صلوات من پیغمبرین ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të dashur besimtar, të nërumuna besimtare. Ne muslimanët pas çdo adhurimi që e kryjm, edhe pse mundohemi maksimalisht që ta kryjm në formën dhe mënyrën më të përsosur, përsëri e mbyllim adhurimin duke thënë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. I kërkojmë falje Allahut subhanahu wa taala. Shpresojmë tek i malli Zot që na e ketë pranuar. Shpresojmë tek Allahu subhanahu wa taala që na i ketë pranuar adhurimet tona. Muslimani gjithmonë është i kujdesshëm që jo vetëm t'i kryej adhurimet e tij, por adhurimet e tij edhe të pranohen. Nëse Allahu i mëndueshëm na e jep të marrën për me e ba një adhurim, për me e ba një punë të mirë, është mirësi e madhe. Por nuk plotësohet kjo mirësi vetëm se me pranimin e kësaj pune. Pra, përveç se me e ba një punë, kërkohet edhe që me kenë e pranume. Njeriu mund të bajnë punë të shumta, por për arsye të ndryshme edhe mund t'i refuzohen adhurimet dhe ibadetet e tija. Aliu radiallahu anhu thoshte: La tahtammu li qillati al-amal, la tahtammu li qillati al-amal. Mos t'ju brengos puna e pakt, wahtammu lil qabul, por t'ju brengos se a do t'ju pranohet ajo punë apo jo, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu i pranon punët e mira prej të devotshmëve. Allahu i pranon punët e mira prej të devotshmëve. Së pari ne falenderojm Allahun subhanahu wa ta'ala që na e mundsoi që gjatë këtij Ramazani të rinonim, të faleshim, të jepnim sadaka, të banim punë të mira të ndryshme. Por muslimani, siç e thash, interesohet edhe mas punët se a është e pranuar kjo punë apo ja. A e kam pas suksesin dhe të marrësinë të mallit Zot me mua gjatë kësaj pune apo ja. Kanë përmendur hoxhallarët se prej shenjave të pranimit të punës janë disa. Prej shkaqeve të pranimit të punës janë disa. Ndër të parët kanë thënë se prej shenjave treguese se i malli Zot ta ka pranuar një punë është mos kthimi ma në gjuna, mos kthimi ma në atë gjuna, ose largimi prej gjunaheve në tansi. Largimi prej gjunaheve në tansi. Ne shikojmë njerëz, edhe pse është gjë e mirë që njerëzit të largohen prej gjunaheve gjatë muajit të Ramazanit. Është gjë e mirë që njerëzit të largohen prej gjunaheve gjatë muajit të Ramazanit. Por thotë që gjatë këtij muaji unë nuk do ta bëj këtë gjuna. Gjë e mirë është. Por nëse njeriu e ka në jetën që
shikon këtë muj nuk do ta bëj këtë gjëna, por sa të mbaroj Ramazani unë prap do të vazhdoj. Nuk është pendim i sinqert dhe heqje dore prej gjunahit nëse një vepër bëhet me këtë niyet. Hoxhallarët çka kanë thënë? Kanë thënë se men istaghfara bi lisanihi wa qalbuhu ala al-ma'siyati ma'qudun. Kush i kërkon falje Zotit për gjunahe dhe vendos mu largu prej gjunaheve vetëm me gjuhën e tij, ndërsa zemrën e ka të gjunahi, wa azmuhu an yarji'a ila al-ma'siyati ba'da ash-shahr wa ya'ud, dhe vendos që mas një muji të më u kthy në gjunah, fa sawmuhu alayhi mardud. Agjerimi i tij është i refuzuar. Wa babul qabuli fi wajhihi masdud, dhe dera e pranimit të agjerimit të tij është e mbyllur. Pra, prej kushteve të pendimit dhe të tobës është që njeriu me e ban jetë në vetdijen e tij, në zemrën e tij, në mendjen e tij që unë do të heki dorë prej gjunahit dhe nuk do të kthehem më. Ndoshta kthehet. Në gjithë jena gjunahçar, gabimtar. Ama rëndësi ka që njeti në vetdijen e tij, në zemrën e tij, në mendjen e tij të jetë që mos më u kthy më prej atij gjunahi. Prandaj i dashtën besimtar, e në rumën besimtare, nëse kena hek dorë prej gjunaheve gjatë këtij Ramazanit, ta bajmë një të sinqert që të mos kthehen ama, mos ta kthehena, por në njetin ton të mos jetë që shiko sa të marrë në Ramazani du më u kthy. Muslimani gjithmonë është awwab, kthehet tek Allahu subhanahu wa taala, pendohet, por jo me njetë se sa të mëroj në Ramazani do të kthehem. Nuk ka shenjë e mirë për adhurimet tona, nuk ka shenjë e mirë për agjerimin, nuk është shenjë e mirë për agjerimin. Prej shenjave të pranimit të agjerimit dhe të suksesit në ibadet është edhe friga e mos pranimit. Është friga e mos pranimit të një pune. Gjithmonë besimtari e ka në zemrën e tij se frigën e mos pranimit të kësaj pune, jo se Allahu subhanahu wa taala nuk i pranon punët e mira, sepse ai na e ka premtuar diçka të tillë. Por ne i kemi përmbush ato kushtet siç duhet me e kry atë punë. A kemi ba atë punë konform librit të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është qëndrimi i besimtarit. Aisha radhiyallahu anha, nana e besimtarve, e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një herë për ajetin 60 të surës El-Mu'minun, në të cilin thuhet: "Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah", që do të thotë ata të cilët japin prej asaj çka ju ka dhënë i malli Zot. Ka bëjnë punë të mira. Wa qulubuhum wajilah, ndërsa zemrat e tyre janë të friksume. Aisha radhiyallahu anha i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Ja Rasulullah, kush janë këto njerëz që e bajnë punën e mirë, por kanë frikë se ndoshta nuk i pranohet puna e mirë? Ehumul ladhina yashrabuna al-khamra wa yasriqun", a mos janë vallë ato të cilët bajnë gjunahe të mëdha, vjellin, alkol e kështu me radhë? I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La ya ibnat as-siddiq", jo o Aisha, "walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun". Kjo kategori njerëzish janë ata të cilët agjerojnë, falen, japin zakat, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, por në të njëjtën kohë janë të friksuar se ndoshta adhurimet e tyre
refuzohen. Kjo është edhe qëndrimi i besimtarit. Sa ta bajnë një punë, sa do të mundohet për një punë, gjithmonë ai nuk mbështetet tek puna e tij. Nuk mbështetet vetëm tek puna e tij, sepse e din se është i mangët, e din se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i del hakut kurr, dhe e din se ne nuk e adhurojmë, nuk mundana me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala ashtu siç e meriton i malli Zot. Pra muslimani është gjithmonë mes frigës edhe shpresës. Ibrahimi alayhi salam, imagjinoni Ibrahimi alayhi salam. Prandaj nuk duhet me nahi vedin qef. Nuk duhet me nahi vedin qef. Të shiko, unë jam largu prej ushqimit, prej shumë gjanave gjatë muajit të Ramazanit. Kam shku 30 ditë në xhami, kam shku edhe në namaz natët, kam bërë këtë, kam bërë atë dhe e kam plotsu. Jo, muslimani është kry ulën dhe gjithmonë kërkon prej Allahut subhanahu wa ta'ala që me ja pranu punën e tij. Gjithmonë shikon vedin e tij të mangët, karfi të mallit Zot. Ibrahimi alayhi salam, i dashtuni i Zotit, tek po ndërton të Qaben, çka thoshte? Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail. Teksa Ibrahimi dhe Ismaili po i lartësonin themelet dhe muret e Qabes. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Thoshte, o Zot, na i prano prej nesh, pranoje prej nesh. Ibrahimi alayhi salam duke ndërtu Qaben me urdhën të Zotit, dhe thoshte, o Allah, na e prano, innaka antas samiul alim. Thoshte një prej muslimanëve dhe dietarëve të parë, kur lexonte këtë ajet, shikojeni, kur lexonte këtë ajet, qante dhe thoshte, ja Khalil ar-Rahman, o i dashtuni i Zotit, pra Ibrahimi alayhis salam, tarfa'u qawa'im al-bayt wa anta mushfiqun alla yutaqabbal mink. O i dashtuni i Zotit, ti duke lartësu Qaben, duke ngrit, duke ndërtu, dhe je i frikësuar se i malli Zot ndoshta mund ta refuzoj punën tënde. Imagjinoni, po ne çka duhet me than? Ne çka duhet me than kur Ibrahimi alayhi salam ka thënë kështu? Ibn Mas'udi radiallahu anhu thoshte, sikur ta di se Allahu subhanahu wa ta'ala, sikur të jemi sigurt se i malli Zot ma ka pranu një punë, habbu ileje min an yakuna li mil'u al-ardi dhahaban, është më e dashtën për mua se sa të kem gjithë tokën të mbushur me ardhe me pasuni, sepse siç e përmenda në fillim, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahu i pranon punët e mira prej të devotshmëve. Pra, pranimi i punës është dëshmi prej Allahut subhanahu wa ta'ala për devotshmëri dhe takvallëk. Prej shenjave të pranimit të punës të dashur besimtar dhe të ndërruara besimtare është se njeriu vazhdon me punë të mira mas asaj pune. Prej shenjave të pranimit të punës së mirë është vazhdimësia në punë të mira, sepse puna e mirë, siç kanë thënë hoxhallarët dhe siç e ka përshkruar Allahu subhanahu wa ta'ala, është si puna e asaj pemës, e cila dan kujdes, dan për kujdesje për të mrapa, dhe për kujdesja e punës së mirë është me e pasu atë me një punë të mirë. Vazhdimësia e punëve të mira është shej treguese e mëshirës së Allahut subhanahu wa ta'ala për njeriu. Vazhdimësia në punë të mira është shej treguese e mëshirës së të mallit Zot
për njeriu. Është ai treguese se Allahu subhanahu wa taala ja ka pranuar punën këtij njeriu. Prej shenjave treguese të punëve të mira të njeriu është se njeriu nuk e shikon punën e tij si diçka të madhe. Nuk e shikon punën e tij si diçka që ka ball dhe mjaftueshëm. Gjithmonë muslimani e shikon punën e tij të vogël. Allahu subhanahu wa taala çka i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an: Ja ejuhel muddathir, o ti imbuluar, qum fa anzir, ngrihu dhe ftoj njerëzit, tërhiqju vëmendjen njerëzve, wa rabbaka fakabbir, dhe Zotin tënd madhroje, wa thiyabaka fatahhir, dhe rrobat tuaja pastroj, wa rrujza fahjur, dhe largohu nga e keqja, wa la tamnun tastakthir, dhe që do të thot la tamnun tastakthir, mos thuj, mos ban as me gjuhën tane, as me mendjen tane, as me zemrën tane, oj malli Zotun kam ba ball, kam ba kyt, kam ba at, kam lan, kam shku, kam ardh, kam hi, kam dal. Mos ju drejto Allahut subhanahu wa taala me këtë mënyrë, me zemrën tane dhe as me gojen tane. Ibn Qayyim lidhur me këtë pikë thot disa fjalë të bukura. Thot: kullama shahadta haqiqat ar-rububiyyah wa haqiqat al-ubudiyah, sa ma shumë ta shikoj njeriu esencën e të kanonit të rob i Allahut subhanahu wa ta'ala, sa ma shumë ta kuptoj njeriu esencën e të kanonit të rob ndaj të mallit Zot, wa arafta Allah, dhe sa ma shumë ta njohi njeriu Zotin, wa arafta an-nafs, dhe sa ma shumë ta njohi njeriu vetin e tij, me e njoft Allahun subhanahu wa ta'ala dhe me e njoft nefsin, tabayyana laka أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق. Dëbahet e qartë se ajo çka ke, malli jo çka ke me dal para Allahut subhanahu wa taala nuk vlen asgjë. Sa më shumë njeriu ta njohin Zotin dhe ta njohin vetin, arrin me e kuptu këtë realitet. Ai njeri që është i cek në njohjen e Zotit dhe në njohjen e vetit, gjithmonë mendon se ka shumë, por kur e kupton madhninë e Allahut subhanahu wa taala, dobësinë e vet, fukarallëkun e vet, mangësinë e vet, gjunahet e tija, e kupton se sa pak ka me dal para të mallit Zot, sa shumë meriton Allahu subhanahu wa taala dhe sa pak japim ne. Çfarë cilësie duhet me pas ibadeti jon ndaj të mallit Zot dhe çfarë cilësie e ofrojmë ne. Ai vazhdon dhe thot: "Walau ji'ta bi'amali thaqalain", sikur thot besimtari që e ka njohur Zotin dhe e ka njohur vetin, të bin dhe të ketë me vete gjithë punët e njerëzimit të mira, khashita aqibatahu, gjithmonë do të jetë i friksuar për përfundimin e tij. Wa innama yaqbaluhu bi karamihi wa bi judihi wa bi fadlihi. Allahu subhanahu wa ta'ala se ne i pranon punën, ne i pranon me mirësinë e tij, me bujarinë e tij. Dhe jo se ne jemi meritor, jo se ne kemi ba aq sa duhet me i dal para Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu i mallnushëm yuthibu bi karamihi wa bi fadlihi wa bi judihi. Allahu subhanahu wa ta'ala na shpërblen me mirësinë e tij, me begatinë e tij, me bujarinë e tij, jo aq sa meritojmë ne, jo aq sa e meritojmë ne. Prej shenjave të pranimit të punës është që Ramazani, agjërimi, namazi gjatë këtij mujit me na lanë në zemrën tonë dashni për punët e mira, me na lanë në zemrën tonë dashni
për punë të mira, sepse Allahu i Madhëruar i përshkruan besimtarët në Kur'an dhe thot: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ato të cilët kanë besu, ju qetësohen zemrat e tyre me përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu i malli Zot në Kur'an pasi përmend të mirat që i ka dhënë besimtarëve thot: wa habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Ju ka bërë të dashur në zemrat tuaja besimin, punën e mirë dhe e ka zbukuru atë në zemrat tuaja. Wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dhe ju ka bërë të urryme dhe të papëlqyme gjunahin. Ulaika humur rashidun. Kush janë ato të cilët e kanë të dashtun sevapin, punën e mirë dhe të urryme dhe të papëlqyme gjunahin dhe mosbesimin? Ulaika humur rashidun. Ato janë ata të udhëzuarit. Prej shkaqeve të pranimit të punës të dashtën besimtar dhe të në rrugëna besimtare është që ti lutemi Allahut subhanahu wa ta'ala tashmas Ramazanit me na i pranu punë tona. E kena thënë në fillim Ramazanit që muslimanët luteshin përpara Ramazanit që ta arrinin Ramazanin, ndërsa mas Ramazanit luteshin që Allahu subhanahu wa ta'ala t'ja pranonte Ramazanin e tyne, t'ja pranonte Ramazanin e tyne. Prej shenjave të pranimit të adhurimit është që Allahu subhanahu wa ta'ala me e lehtësu adhurimin, ibadetin mas Ramazanit. Nëse adhurimet dhe ibadetet i gjenë më të lehta për nefsin tanë, për zemrën tanë, për mendjen tanë, se sa para Ramazanit, gëzohu se është shenjë mirë se Allahu i Madhëruar ta ka pranu adhurimin dhe ibadetin tanë. Çka thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an? Fa amma man a'ta wattaqa. Ndërsa ai që jep dhe druhet, wa saddaqa bil husna, dhe i beson Kur'anit dhe pejgamberit, fasanuyassiruhu lil yusra. Ati do t'ja lehtësojmë rrugën për në xhennet. Do të thonë do t'ja lehtësojmë punët e mira të cilat e çojnë njeriu në xhennet. Prej shenjave treguese të punëve të mira gjatë këtij muaji është edhe istighfari i shumt. Istighfari i shumt. Nëse njeriu e gjen vedin duke bë istighfar, duke i kërku falje Allahut subhanahu wa ta'ala, duke pas ndrojtje në zemrën ton për gjunahet, mangësit, taksiratet tona në hak të Allahut subhanahu wa ta'ala, dije se është shenjë mirë. Allahu i Madhëruar thot në Kur'an: thumma afidu min haythu afada an-nas. Kur bën fjalë për haxhin, pasi të kryeni haxhin thot: thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah, dhe kërkoni falje Allahut, inna Allaha ghafurur rahim. Pra pasi të kryeni këtë adhurim, pasi të kryeni ibadetin, pasi të përfundoni ibadetet tuaja, wastaghfirullah, dhe kërkoni falje Allahut subhanahu wa ta'ala. Ne edhim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar pas çdo adhurimi me bë istighfar. Pas namazit, a thojmë pas çdo farzi na ka mësuar i dërguari i Zotit alaihi salatu wassalam me thënë astaghfirullah 3 herë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala i ka cilësu besimtarët, do thot: wa bil ashari hum yastaghfirun, dhe përpara agimit, edhe pse luten, qohen herët, lajnë gjumin, falen, luten, por përsëri yastaghfirun, i kërkojnë falje Allahut subhanahu
wa ta'ala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Dije o Muhammed, pohoje se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, wastaghfir li dhanbik, dhe kërko falje për gjunahin tënd, dhe kërko falje për gjunahet e besimtarëve dhe të besimtarëve. Allahu i mallnueshëm në fund të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka zbrit surja An-Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath, çka i ka thënë Allahu i mallnueshëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Madhroje Zotin tënd, i thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wastaghfirhu, dhe kërko falje prej tij. Madhroje Zotin tënd dhe kërko falje prej tij, innahu kana tawwaba. Allahu subhanahu wa ta'ala është pranues i pendimit dhe i faljes tuaj. Pra i madhi Zot e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të kërkoj falje. Na ka urdhëruar neve që të kërkojmë falje mas këtyne ibadeteve. Prandaj është shenjë e mirë nëse gjuha e besimtarit mas Ramazanit rrin gjithmonë e lagun me kërkimin e faljes së Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe së fundmi, dijeni se i dërguar i Zotit alayhi salatu wassalam na ka thënë se ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall. Puna më e mirë tek i malli Zot është ajo që është e vazhdueshme edhe nëse është pak. Prandaj, të dashur besimtar, të ndërumuna besimtare, të mos e ndërpresim Ramazanin me sot. Të vazhdojmë me ato punë e mira, të vazhdojmë me leximin e Kur'anit, të vazhdojmë me adhurimet tona, të vazhdojmë me sadakan. Sepse siç e themi shpesh në këto raste dhe në këto kohra, të mos jemi musliman vetëm në Ramazan. Dhe ta dim se puna më e mirë është ajo që është e vazhdueshme edhe në qoftë se është e vogël. Lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që me na i pranu punën tonë. Lutim Allahun subhanahu wa ta'ala na e këtë pranu agjërimin tonë, na e pranoj agjërimin tonë, namazin tonë, sadakat tona, zakatet tona. Dhe lutim Allahun subhanahu wa ta'ala duke i thënë se ne jemi gjunahçar dhe se punët tona që kena ba nuk mjaftojnë me i dal para Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe lutim Allahun subhanahu wa ta'ala dhe e pohojmë me zemër dhe me mendje se jena të turpnum, na vjen marrë me i dal të mallit Zot me këto punë që kena bë, por shpresojmë në bujarin, mirësinë e të mallit Zot që me mëshirën e tij, bujarinë e tij më na pranu punën tona. Dhe kjo duhet me kenë njësia në zemrat tonë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Edhe me zemër të mirë fitër Bajramin për të gjithë vëllezërit edhe motrat, për krejt besimtarët të Shkodrës dhe për mbar ummetin islam. Në krye të herës, nëse ju mendoni se mund të bani pak mirë dhe të afroheni sa të keni mundësi që disa prej vëllezërve të xajnë vend në mesin tonë, do të ishte një vepër shumë e mirë. Kështu që ngushtoni pak sa edhe llogaritën si një sadaka për xhaminë dhe për njëri tjetrin. Edhe 10 vet, 15 vet me ul është shumë më mirë se sa elhamdulillah. Në këto kushte që jemi, sot jemi detyruar që ta falim Bajramin në për xhamia. E përndryshe ne e kemi ba traditë që Bajramin ta falim ashtu sikur sa është edhe tradita e pejgamberit alayhi salatu wasalam në sheshet tona. Mirë po, për kushte që jemi, do të ngushtohemi. Allahu ju shpërbleft. Shumë të dashtun dhe të shtrejtë
vëllezër dhe motra të pranishëm, duke menduar se cili është mesazhi më i rëndësishëm që duhet me fol sot përpara zotnis tuaj, u nala në një prej ajeteve të hatmes sherife në surën At-Tauba, ku Allahu i madhruar na tërheq vëmendjen drejt 9 lloje njerëzish, të cilëve u ka premtuar një myshje shumë të madhe në ditën e gjykimit. E pasi të bijem salavat për mi pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe të qetësohen zemrat tona me salavatin për zotnin e bijve të Ademit, patjetër që duhet lexojmë këtë ajet kuranor, që është ajeti 112 i surës At-Tauba, sura e pendimit, në cilën Allahu Azza wa Jall urdhon dhe thot: "At-taibuna, al-abiduna, al-hamiduna, as-saihuna, ar-raki'una, as-sajidun, al-amiruna bil-ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar, wal-hafidhuna li hududillah wa bashiril mu'minin." Në këtë ajet të mëndnushëm, Allahu Azza wa Jall, të dashtën dhe shtrejt, ju rini në veçanti, i drejtohet gjithë se cilit për nesh. Dhe më duket sikur kjo është ajeti i djemve dhe vajzave të reja, i djemve të ri të cilët drejtohen me zemrën e tyre drejt Allahut Azza wa Jall, dhe i drejtohen atij subhanahu wa ta'ala për t'i dëshmuar për kushtimin e zemrës, e për kushtimin e shpirtit, si për t'i thënë gjithë se cili prej nesh, e i riu në veçanti, që Zoti im, unë lash pas krahëve çdo gjë për të cilën ti nuk je razi, dhe ja ku jam përpara durve tuaja. Urdhon dhe thot se të penduarit, adhuruesit, falenderuesit, ata që binë në ruku dhe ata që binë në sejdë, ata që urdhërojnë për të mirë dhe ata që ndalojnë të keqen, dhe ata që janë korrekt me kufit e Allahut në jetën e tyre të përditshme, do të kenë një shpërblim shumë të madh. Atyre jepi myshje të madhe nga Zoti i gjithësisë. Dhe hajde të ndalemi paksa në këto cilësi, me të cilat Allahu Azza wa Jall na përkufizon besimtarët në surën e pendimit. Mendoni për pak, sikur gjithë secili për nesh ta pyes veten e tij se sa hise kam unë në gjithë secilin prej këtyre përkufizimeve, për këtyre cilësive hynore, me cilat Zoti i gjithësisë na tërheq vëmendjen. Kjo është një ftesë për ta pyet veten dhe për të pasur sa vlem në peshorën e Kur'anit famulart. A jemi ne prej adhuruesve? A jemi ne prej të penduarve? A jemi ne prej falenderuesve? Prej agjëruesve? Ose thuaj medituesve si pas komenteve të ndryshme të fjalës as-saihun? A jemi ne prej atyre që bëjnë ruku e prej atyre që bëjnë sejdë? A jemi ne prej urdhëruesve për të mirë e prej atyre që e ndalojnë të keqen? A jemi ne prej njerëzve korrekt me kufit e Allahut Azza wa Jall në jetën e përditshme? Ky ajet të dashurit e mi është patjetër një njësi matëse për besimin e gjithë secilit prej nesh. Është si të thush qëllim drejt një rrugë për cilën Allahu Azza wa Jall është razi me gjithë secilin prej nesh. Grupi i parë të penduarit. Dhe thash sikur ky ajet është ajeti i djemve dhe vajzave të reja. Sa djem të ri dhe vajza të reja gjatë muajit të mëndueshëm të Ramazanit që sapo kaloi, janë kthy nga dera e Zotit të tyre. Janë kthy me pendim të sinqertë. Dhe kur themi pendim do të thotë një vijë ndarëse ndërmjet dy botëve të ndryshme. Kur themi tobe, do të thotë një vijë ndarëse ndërmjet dy kohrave të ndryshme, dy realiteteve të ndryshme. Dhe me thanë një person i cili nuk ka lanë gjë pa ba. Dhe një moment të caktuar Allahu Azza wa Jall ja ndriçon mendjen dhe zemrën e tij, ose thuaj në një moment të caktuar ai bie në gjurmë të kësaj drite hynore,
e cila gjithsesi është përpara syve të gjithkujt dhe nuk i mohohet askujt. Mirë po, ka sy që shohin e ka sy që nuk shohin. Ka vesh që dëgjojnë e ka vesh që nuk dëgjojnë. Ka njerëz që vegjetojnë thjesht mbi faqen e dheut e ka të gjallë. Ka prej atyre që mendojnë dhe reflektojnë e ka prej atyre që nuk e përdorin mendjen e tyre. E ata të cilët ndahen nga e kaluara e tyre e errët dhe kthehen nga drita e pendimit, në fakt po i dëshmojnë Allahut Azza wa Jall për kushtimin e zemrës dhe dëshirën për të shkuar pas dritës së Allahut Azza wa Jall, i cili urdhëron dhe thotë për të penduarit në Kur'anin famëlart që Allahu yuhibbu at-tawwabin, Allahu i do të penduarit. A ka diçka më të madhe për djalin e ri dhe vajzën e re, atë cilin do në mesin tonë, që është ngarkuar me gjunahet e të shkuarës dhe është në dilemë, a më pranon Zoti mua, nuk më pranon Zoti mua? Gjithë secili prej nesh të dashurit e mi gabon, e gjithë secili prej nesh ka gjunahet e tij të përditshme, sepse jemi gabimtar. Allahu Azza wa Jall thot në hadithin Qudsi: Ja ibadi, o robët e mi, innakum tukhti'una bil-lejli wan-nahar. O robët e mi, ju gaboni ditën dhe natën. Që mos thojë dikush që unë nuk gaboj, e unë nuk bëj gjunahe, edhe unë i pari që flas. Mush me gjunahe jam. Por Allah Azza wa Jall thot: Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an. Dhe unë i fali të gjitha gjunahet. Në klapa thuaj përfshi shirkun, e përfshi krejt gjunahet e mëdha. E sa të shkoj ty ndërmend prej gjunaheve, krejt i falë Allahu subhanahu wa ta'ala. Fastaghfiruni aghfir lakum. Më kërkoni falje mua, që unë t'ju falë gjunahet tuaja. Dikush më thot, kam ba këtë dhe nuk kam lanë gjapa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ka pranu edhe nga ma të ligjë se sa ajo çfarë ti mendon. Allah subhanahu wa ta'ala ka pranu edhe gjunahqar ma të mëdhej se sa ajo çfarë ti mund përfyturosh. Prandaj eja dhe trokit në derën e pendimit, sepse Allahu i do ata që kërkojnë falje. Në muajin e mallnueshëm të Ramazanit i pam xhamit tona të mbushura me djemtëri dhe vajza të reja. E kujtoj një prej viteve në Hax, një djalë i ri nga një prej qyteteve tona. Ishim me ihram dhe e kishte lidh krahun me një fashë të bardhë. Edhe unë mendova se mos është qau, se mos ka kriju mos ka një problem. I thash, herë ke një problem se jo, tha, por kam një tatuazh të madh dhe më vjen marrë që më pa dikush. Allah, unë qesha. Edhe i thash, Allahu ta pranoft toben vëlla. Ani, pa dyshim që tatuazhet e të ngjashme janë haram dhe janë ndaluara tek ne në Islam. Mirë, po kur njeriu pendohet dhe kthehet, e harrohet gjithçka, edhe shumëzohet me zero. Kështu të dashurit e mi, të gjithë ne jemi të ftuar në Kur'anin famëlar dhe në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam që të vim nga drita e Zotit, sepse për herë ka shpresë dhe mëshira e Allahut është më e madhe se sa gjunahet tona. Asnjëri mos ja lejoj shejtanit a vezveseve të mrenshme që ta gënjejnë dhe të mendoj se unë jam në një pozitë që Zoti nuk më fal kurrë. Jo, ti thuaj unë jam në një pozitë që Allahu Azza wa Jall ma ka hap derën dhe më ka thënë ti vetëm hajde. Unë jam në një pozitë që Allahu Azza wa Jall më thot ti me gjithë gjunahet tuaja veç hajde, dhe unë ti kthej edhe gjunahet tuaja në shpërblime për ty, veç ti pendohu me sinqeritet. Dhe ju e dini hadithin e personit që kishte vranë 99 persona dhe koha ndoshta nuk na lejon që të zgjatemi më tepër në këtë pikë. Të dashtun dhe të shtrejt. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin famëlar: Wa inni laghaffarun liman tab. Unë jam ai që më së shumti i fal ata që pendohen dhe kthehen. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin famëlar: Inna Allaha tawwabun rahim. Allahu është falës, pra e pendon faljen dhe është mëshirues. Po thot dikush, po kanë kalu kohë, ka kalu vite, po nuk jam fal, po nuk kam ninu, po nuk e kam vu kryt një herë në sejdë, deri në gargaren e fundit, deri në frymën e fundit ka shpresë për gjithë secilin.
Prandaj, nëse ti e ndjen veten tënde se drita e besimit ka hyrë këtu brenda zemrës, mos ngurro dhe eja dhe vend kryt në sejdë dhe mos pyet për asnjëri në botë. Akoma sot ka njerëz që të thonë nuk shkoj në xhami, se kam zemrën e pastër, se kam zemrën e madhe, ai dhe zemra e tij. Por dikush tjetër të thotë nuk shkoj në xhami, se atje janë njerëz që nuk kanë lanë xha pa ba. Allah, tamam. Jemi të gjithë njerëz që nuk kemi lanë xha pa ba. Dhe kemi ardhur në xhami me i kërku falje Allahut Azza wa Jall dhe do të dalim nga xhamia si ditën që na ka lind nana. Meseleja nuk është mes meje dhe dikujt tjetër që më paragjykon, që eshja është mes meje dhe mes Allahut subhanahu wa taala. Dikush do thotë nuk shkoj në xhami sa atje ka shku filani dhe filani, që ka kenë kështu dhe ashtu. Dakor, në xhami është edhe filani që ka bërë këtë dhe atë, por ai që kalon atë pragdere, në fakt i dëshmon Allahut Azza wa Jall dhe gjithë secilit prej të pranishmëve pendimin e tij me sinqeritet, dhe ai që kthehet tek Allahu Azza wa Jall me sinqeritet të plot është i barabartë me të gjithë. Është i pastër si ditën që e ka lind nana e tij. At-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ose siç transmetohet në trashëgimin ton islame, ai që pendohet është si ai që nuk ka asnjë gjuna. Meseleja mbyllet. Grupi i dytë, siç e përmend Allahu subhanahu wa taala, është adhurimi. Pas pendimit, adhurimi. Patjetër që Allah Azza wa Jall na ka kriju për të adhuruar atë. Dy gjëra kemi thënë. E para na ka kriju për të adhuruar, e dyta ai nuk ka nevojë për adhurimin ton. Këto janë dy gjëra të ndryshme. Mirë po, për të jetuar me dinjitet dhe afër Zotit ton, patjetër që njeriu duhet të jetë në adhurim. Dhe kur themi adhurim, mos mendoj dikush prej nesh se bëhet fjalë vetëm për adhurimet rituale. Pra namazi, zekati, haxhi, agjërimi i Ramazanit, këto janë shtyllat kryesore të fesë dhe janë shtyllat kryesore të adhurimit. Mirë po, janë aty adhurimet shoqërore, ndërvepruese, si amaneti, sinqeriteti, korrektësia me oraret, rujtja e besës, ndershmëria, komunikimi i pastër me njëri tjetrin. Të gjitha këto janë adhurime, që do të thotë se Islami është sistem dhe metodologji e detajuar jetës të dashurit e mi, që nis nga dhoma e gjumit dhe përfundon tek marrëdhëniet ndërkombëtare, që vijon me marrëdhënie tregtare dhe deri tek komunikimi i përditshëm, i vazhdueshëm me krejt popujt e botës. Ky është sistem hyjnor. Kjo është fjala e Allahut. Kjo është feja e Allahut Azza wa Jall, që ka ardhur për t'i dhënë zgjidhje çdo situate në jetën e njeriut. Që ja kalon, dhe thuj nuk ka nevojë për krahasime, por le ta bëjmë një krahasim, që ja kalon të gjitha sistemeve njerëzore të mbledhura së bashku gjatë gjithë historisë së njerëzimit. Sa herë janë ndryshuar ligjet dhe sisteme në këtë botë? Sa herë qeveri që kanë pasur qeveri të tjera kanë hedhur poshtë e ligje, e kanë ndryshuar kushtetuta në parlamentet të ndryshme të botës? Sa herë janë ndryshuar dhe janë ndryshuar ligje dhe urdhëresa të ndryshme në një vend në një tjetër, ndërsa Kurani dhe Islami është ai që ka qenë që ditën e parë. Nuk ka krahasim ndërmjet hyjnores dhe njerëzores. Ne jemi krejt njerëz dhe gabojmë. Ai që kapet pas njerëzores dhe lën hyjnoren do të thotë se ka dështuar në këtë botë dhe në tjetrën. Ai që mbështetet tek hyjnoria për ndërtuar të sotmen dhe të ardhmen do të thotë se është mbështet për një mbështetëse të fortë e cila nuk bie asnjëherë. Prandaj të dashur dhe të shtrenjtë, kemi nevojë që pas pendimit të kthehemi nga Zoti ynë me adhurim të sinqertë. E pas adhurimit, e pas pendimit në krye të herës, pasi të shohësh bukuritë e adhurimit dhe shpërblimet e mëdha të dashtuna motra, e të dashtuna nana, e të shtrenjta bija, e ju baballar dhe djemë të pranishëm e zotnit e mi, kur të shohim të gjitha këto mirësi të mëdha të adhurimit ton, patjetër që duhet me kenë falënderues ndaj Allahut Azza wa Jall. Është në cilësinë e besimtarit me kenë falënderues. Allahu Azza wa Jall urdhon në Kur'anin famëlar: "Wala in shakartum la azidannakum." Nëse jeni falënderues, unë patjetër do t'ju ashtoj begatit e mia.
Edhe shihi pastaj djemë të ri të cilët më thonë, subhanallah, që nga momenti që kam nis namazin, që nga momenti që kam nis agjërimin e Ramazanit, a kam shku për një umre, Allah Azza wa Jell më ka hap dyrë të riskut. Po sepse Allahu Azza wa Jell nuk ka nevojë për mua dhe për ju, mirë po Allahu Azza wa Jell e man premtimin e tij. Dhe falendëruesi, adhuruesi, i penduari do të ketë mirësi pa fund të cilat e befasojnë, sa që dikush thotë, jam i paaftë t'i baj ballë punës me të cilën më ka begatuar Allahu Azza wa Jell. E kam një mik shumë të shtrenjtë këtu në Shkodër, i cili ishte në dilemë për të kryer umrën e parë apo jo. Dhe thoshte që kam punë hoj, edhe puna shumë e madhe, pa me u ndalu nga puna me ikin klientët, ose mund të krijojnë probleme, edhe ne po merrnim dhe po jepnim me zotnin e tij, derisa Allah subhanahu wa taala ja ndriçoi mendjen dhe vendosi që të bajnë umre bashkë me të dashurinit e tij. Pastaj u kthye nga umreja. Edhe sot e kësaj dite vazhdon të më thotë, nga ai moment i parë dhe nga ajo umre që e kam bërë me zemër dhe me shpirt, nuk i bëj ballë punës. Kam bereqet pa fund. Allah subhanahu wa taala më ka hap dyert e bereqetit, dhe kjo ndodh me krejt njerëzit e sinqertë. Ne do të provohemi në këtë botë, do të provohemi në këtë jetë, se jeta nuk është vetëm ditë të gëzueshme, se jeta nuk është vetëm ditë të mira, por premtimi i Allahut Azza wa Jell është hak, pendimi i sinqert, adhurimi sistematik, falënderimi i Allahut Azza wa Jell shkojnë së bashku të dashur dhe të shtrenjtë. Pastaj pika e katërt, es-saihun. Dietarët e parë e shejkujve të kaluam dhe mufesirët e njohur e kanë përkthy këtë fjalë si agjëruesit. Pra Allah subhanahu wa taala e ka veçuar agjërimin në mesin e krejt adhurimeve për ta vendosur në këtë cilësi, në këtë kategori cilësish që përkufizojnë besimtarin. Mirë po ka dhe një detaj tjetër që e gjeta në një prej tefsireve të njoftuna të ehli sunnetit, që thotë se es-saih në gjuhën arabe është ai njeri i cili le familjen e tij, le punën e tij, le vendlindjen e tij dhe del për një shëtitje, del për një punë, largohet, udhëton. Pastaj thotë edhe ata të cilët në vendlindjen e tyre, në vendin e tyre, largohen me mendimin e tyre, pra fillojnë edhe meditojnë për mirësitë dhe bekimet e Allahut subhanahu wa taala, hyn në kategorinë e këtyre njerëzve. Dhe thotë mendo për pak, medito për pak, sa mirësi dhe mrekullime të cilat Allah subhanahu wa taala ka begatuar jetën tënde. Për shembull, mendoni për dy gjana, për lopën edhe për bustin e diktatorit. Për shembull, ose thuj lopa edhe tiranët. Lopa, e cila është një fabrik e heshtur, e cila prodhon një ndër mirësi të madhe më dha që i shërbejnë rasës njerëzore, i qumështin. Nga çfarë? Nga të ushqyerit me bar. Allah. Kret bota, kret historia e njerëzimit, me umledh dhe me e ba një gjatë të tillë janë të paaftë. Edhe çuditërisht, në ato vende ku prodhohen me qindra lloje të djathit, nga qumshti i lopës, gjen njerëz ateist, dhe njerëz që thotë ne jemi laike. La haula wala quwata illa billah. Argumentet që të ftojnë drejt besimit janë si dita e pastër me rrezë ndriçuese, do i thotë jam ateist. E çuditshme. E çuditshme është ai grupi për të cilët thash në fillim, i kanë syt por nuk shikojnë, e kanë mendjen por nuk meditojnë, dhe e dyta pas lopës, busti i diktatorit. Mendoni për pak. Sa buste dhe sa shtatore janë hedhë vetëm në këtë qytet, e në këtë vend. E sa buste e shtatore do të vazhdojnë të hidhen në këtë tokë e në këtë vend, edhe në Breznik që pasojnë. Sa herojnë të sotmës, nesër do të cilësohen si kriminal lufte. Sa prej njerëzve me të cilët mburret sot njerëzimi, nesër do të konsiderohen si katilët
ma barbarë të historisë e njerëzimit dhe ktheni kokën nga Gaza. A mendoni se Allahu subhanahu wa taala nuk i sheh zullumçarët? A mendoni se Allahu subhanahu wa taala është i paditur për veprimin e katilëve, e barbarëve, e taborës të keqes absolute, që përpiqet me përhap të keqen me sa ka mundësi sot në përbot, në emër të paqes, në emër të lirisë, në emër të vlerave, e qytetërimit, e civilizimeve? Ku është shtatorja e Nemrudit? Ku është shtatorja abuset e faraonit? Ku janë shtatorët dhe buset e Neronit? Po të këtij dhe ati, ku është shtatorja e Stalinit? Ku janë bustet e diktatorit të vendit tonë, Azlamit? Ku janë shtatorët e atyre që shkatërruan dhe prishën dhe mbodhen të keqen mi faqen e Dheut? A nuk mendoni të dashnit e mi? A nuk mendon raca njerëzore? Ajo që po ndodh në Gaza sot i ka zgju njerëzit e lirë të marë globit për të kuptuar se këto sisteme barbare janë në të vërtet një e keqe e madhe prej së cilës duhet pastru njerëzimi. Allahu subhanahu wa taala na dëshmoi se vetëm për një muaj të vetëm më falni, vetëm në muajin e mallnueshëm të Ramazanit mundet që kret problemet e njerëzimit të shuhen dhe njeriu të gjejë paqen e mbrëmshme me Zotin e gjithësisë, e dashninë e mirëkuptimin me njëri tjetrin, kudo që të jemi, e sado që të jemi. E pat në muajin e mallnueshëm të Ramazanit, përveç në ato vende ku njerëzit e pa fe dhe pa dinjitet njerëzor, katilët e horizonteve që historikisht kanë thyr besën, që historikisht janë dëshmuesi të pabesë, ata që prishën armëpushimin dhe u prishën muajin e shenjtë agjëruesve në Gaza, që dogjen për së gjalli me qindra mijëra njerëz, agjërues, që lanë nana pa fëmijë, e lanë fëmijë pa nana dhe baballar, që dogjen dhe vranë dhe përcullun të njomen e të thatën, ata të cilët nuk kanë shenjtëri, përveç atyre krejt njerëzit ishin në rrugë të Zotit, sepse përballja mes të keqes dhe të mirës është pjesë e natyrshmërisë së racës njerëzore. E këto që i shohim naftojnë drejt meditimit për të kuptuar se Allahu Azza wa Jell nuk e lën zullumin për të vazhduar të dashurit e mi. Ky zullum nuk e ka jetën e gjatë. E këto zullume dhe këto barbarizma dhe ky terrorizëm i vërtet nuk e ka jetën e gjatë. Allahu Azza wa Jell sheh gjithçka. Allahu Azza wa Jell siç ka vepruar me faraon, e me Nemrud, e me katil të historisë së shkuar, është i plot fuqishëm për të bërë dhe për sojin e tyre në ditë të sotme. Prandaj njeriu duhet me meditu, e duhet me u kthy nga Zoti i tij me pendim të sinqert, me adhurim të sinqert, me falënderim zemre dhe i bindur se Allahu subhanahu wa taala është me njerëzit e pastër, me njerëzit e ndershëm, me besimtarët, me ata që duan të mirën mi faqen e Dheut, e me ata të cilët nuk gjynjëzohen përpara askujt përveç Allahut Azza wa Jell. Hipokrizia është refuzuar tek ne në Islam. Ignoranca është refuzuar tek ne në Islam. Të bamunit palë me të keqen është refuzuar tek ne në Islam, edhe nëse të japin krejt botën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam është pika ju në referimit. Pasha Allahu në ajaim, po të vendosnin diellin në krahun tim të djathtë, e hanën në krahun tim të majt, për të heqë dorë nga kjo rrugë, nuk heq dorë prej saj deri kur Zoti më jap jetë. Ky është qëndrimi i besimtarit, e ky është qëndrimi i muslimanit, njeri me dinjitet, e njeri me parime, e njeri i cili nuk e shet ujin e fytyrës dhe fenë e tij për asgjë dhe askënd në botë. E kuptoi kush e kuptoi, e refuzoi kush e refuzoi, i pëlqeu kujt i pëlqeu, e nuk i pëlqeu kujt nuk i pëlqeu. Vazhdon Allahu subhanahu wa taala na përmend
Ar-raki'un as-sajidun. 2 detaje. Ata që bien në ruku dhe ata që bien në sejdë. Do t'i pyet dhe thu, po pse nuk ka përmend ata që qëndrojnë në kam, el-qaimun? A nuk qëndrojmë në kam ne kur e falim namazin fillimisht? Pse rukun edhe sejdën? Se ka shumë njerëz të dashurit të mi që qëndrojnë në kam edhe për gjanat e tjera të cilat nuk kanë vlerë. A nuk ka shumë në mesin e njerëzve që mund të rrinë në kam edhe 1 orë e gjysë, 2 orë, edhe në shi, për të pa ekipin e zemrës, ma e pakta. Tu usha, tu bërti, tu gri, tu këcafy, tu ikzani, edhe për qa? Për asgja. Sa personoja nesër ditën e gjykimit? 2 orë të humuna. Nështë edhe namazi i humun. Nështë edhe dita Ramazanit e prishun. A ma e pakta, dita e Ramazanit e ciflosun. Pasi në vend që të jesh në një vend ku duhet të jesh, je në një vend që nuk ka lidhje fare as me Ramazanin, as me namazin, as me... Ka shumë njerëz që qëndrojnë në kam. Ka dhe për atyre që qëndrojnë në kam për të ruajtur harame. E për të fitu halalin për haram. La haula wala quwwata illa billah. Mirë po, ka përmend rukun edhe sejdën. Edhe gjeta një detaj shumë interesant në tefsirin e doktor Nabulsit, hoxhës tonë Damasken. Çfarë thot? Thot e ka përmend rukun edhe sejdën dhe sjell një hadith të transmetuar nga Imam Ahmedi që thot likulli suratin hadhuha min ar-ruku'i was-sujud. Çdo sure ka hisen e saj në rukun edhe në sejdën. Edhe thot kështu: në momentin që ti thu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pra ty të adhurojmë dhe prej teje ndihmë kërkojmë. Ti e lexon këtë në Fatiha çdo ditë dhe pastaj lexon një sure mrapa. Për shembull, wa anfiqu mimma razaqakumullah, dhe shpenzoni prej asaj që ju ka furnizuar me te Allahu. Thot kur bie në ruku thu, Zoti im, unë do të jap prej asaj që ti më ke dhënë. Dhe kur shkon në sejdë ti thu, Allahu më furnizo me rizq halal që të jap prej asaj që më ke dhënë. La ilaha illallah. Çdo sure ka hisen e saj në ruku dhe në sejdë. Allahu azza wa jall na fton që edhe kur të bim në ruku të mendojmë për çfarë kemi lexuar. Edhe kur të shkojmë në sejdë ti përgjigjemi për atë që kemi lexuar në ato pjesë sa do të vogla nga pjesët e Kur'anit famlart. Të dashtun dhe të shtrenjtë. Vazhdon të thotë Allahu subhanahu wa taala edhe urdhëruesit për të mirë dhe ndaluesit e të keqes. Dhe ne e kemi thënë se në Islam ky është sistemi jete. Ne ftojmë drejt të mirës, ne këshillohemi për të mirën, e këshillojmë njëri tjetrin për të mirën. Ne përpiqemi që të keqen që e shohim në realitetet e përditshme ta ndryshojmë. Ne përpiqemi që vështirësitë me të cilat përballemi ti përballojmë, e të urdhrojmë të gjitha drejt të mirës, e të parandalojmë të keqen, sepse jemi shoqëri vlerash. E nëse e prishim këtë rend, në fakt kemi prish shumë dhe kemi hyrë në hak të asaj me cilën Allahu azza wa jall na ka udhëzuar për të jetuar me dinjitet në këtë botë. A kemi kurajon për të ndryshuar të keqen në familjet tona? A kemi kurajon për të urdhëruar për të mirë brenda familjeve tona? Në shoqënitë tona sa do të ngushta? Ky është sistemi jetë tek ne. Dhe për fund, Allahu subhanahu wa taala thot wal hafidhuna li hududillah. Ata të cilët janë korrekt me kufit e Allahut azza wa jall. Çfarë do të thotë? Kufit e Allahut janë haramet. Mos u afro tek haramet. Mos i shkel kufit e Allahut azza wa jall, se do të jetë keq për ty. Mos i shkel kufit e Allahut. E keni pa tek kabinat elektrike, thuhet mos u afro. Qëndro larg, mos prek. Ka energji elektrike, ka rrymë të lartë. Po dikush thotë, po unë du me e pa, ta hapi një herë, edhe prit e Zot mund të ndodhin diçka e padëshirueshme. Kur mësonim për të marrë patentën, instruktori i makinës, një burr zotni që sot nuk jeton më, rahmet pas, thoshte ndër të tjera që kur jeni në timon, runi gjithmonë distancën e sigurisë. Distanca e sigurisë është shumë e rëndësishme në jetë. Distanca e sigurisë në kushte normale 2 sekonda.
në mot jo normal 4 sekonda, në mot me borë 10 sekonda, në mënyrë që për çdo të papritur ti jesh në gjendje të frenosh, se edhe mund të frenosh, por shkapetesh. Jemi duke ecë në makinë dhe paprit dikush bën një fren të madh, thotë, "Oh, më fal. Khejri inshallah çanolli, po isha të shkruaj një mesazh." Aha. Mund të ndodhë një herë që ti frenon fort edhe i trazon të gjithë ato që ke brenda në makinën tënde. Mirë, po mund të ndodhë që nuk ka kohë më për frena, edhe dalin ato mesazhet sensibilizuese. Kur të hypesh demon, mendo për fëmijën tënd, për familjen tënde, për gruan tënde, për të afërmit e tu. Allah. Distanca e sigurisë me haramin. Allahu Azza wa Jall urdhnon në Kur'anin familjar kur na përmend alkoolin, venen, bigjozin, fallet, të cilat i përcakton si vepra të fëllishta nga veprat e shejtanit, fajtanibuhu, distancohuni prej tyre. Nuk ka thënë janë haram. Ato janë më shumë se sa haram. Distancohuni prej tyre. Pra mos shkelin në kufijtë e Allahut Azza wa Jall. E të gjithë ata që i bajnë këto vepra, pra që i respektojnë këto urdhëresa hyjnore, në fakt kanë merituar një myshje të madhe. O beshiril mu'minin, jepi myshje besimtarëve. Edhe unë lutem me zemër që Allahu Azza wa Jall me na begatu të gjithëve, me na pranu adhurimet tona, me na bë për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Në prag të faljes së Fitr Bajramit, kryetari i bashkisë edhe kandidatët për deputet na urdhnojnë në rresht të parë që të falemi bashkarisht. E nëse nuk janë, le të lutemi për shpirtin e tyre. Allahu ju nderoft.